Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretëreshe e qiellit, gëzohu, aleluja. Si ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove e ta ngushëllash botën, bëj që në nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tën Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe ish ndrit drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdoj me orën e mesme. Sot është e shtunë dhe jemi në javën e tretë të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java 3 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Eni o ju sklever që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë e lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejti adhursoj vdekjes së njerëzve, gjykatësinë të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë në nështruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e Birin e tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa 16. Veprova me drejtësi e me të drejtë, mos më dorëzo te shpifësit e mi, hyr dorëzan për të mirën e shërbëtorit tënd, që të mos më shpifen krenarët. Syt po më shterën prej dëshirës së shëlbimit tënd dhe të fjalës së drejtësisë sate. Bëj me shërbëtorin tënd sipas dashurisë sate dhe mi mëso rregulloret e tua. Unë jam shërbëtori yt, më jep kuptim t'i njoh dëshmitë e tua. Koha është të dëftohesh o Zot, se e prishën ligjin tënd. O sa i dua urdhërimet e tua, më tepër se arin, sigurin e çmueshëm. Dërgu ti mbaj urdhërimet e tua të gjitha, e urrej çdo udhë gënjeshtre. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi i të drejtëve, pjesa e parë. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i tij.
Shpirti im burret në Zotin, le të ndëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më çliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnor e thiri në ndihmë, Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngre llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin, ju shenjtrit e tij, së mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri, ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë i jetës. Amen. Pjesa 2 e Psalmit 34. Eja një obi e më dëgjoni, do t'ju amësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri, a dëshiron ditë të shumta për të gëzuar të mirat? Rudhe gjuhën tënde prej së keqës, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare, ik prej së keqës e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiqe atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e tij u a dëgjojnë ofshamat, fytyra e Zotit është kundër keqbërësve, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjatë atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt për grirët. Sa do të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti. Zoti i ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do t'u thyhet. I keqjave do ta vras pakeqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërbëtorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë i jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër i orës së 6, marrë nga letra e parë Korintasve, kapitulli 15, rishtat 20 deri 22. Krishti u ngjall prej të vdekurve. Ai është fryti i parë i të vdekurve. Kështu pra, nëpër një njeri erdhi vdekja, përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja prej së vdekuri, dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Nxënësit e panë Zotrin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim, aleluja. Të lutemi. O hyj, ti për të rinë me anë të pagëzimit ata që besojnë në ty, ruaje në ta jetën e re në Krishtin, që të mund të ngadhnjejnë mbi çdo sulm të së keqes, e ta ruajnë besnikrisht dhuratën e dashurisë sate, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekov, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.